Ajo çfarë ka ndodhur brenda murave të bllokut për vite ka mbetur sekret, por sigurisht që zgjon kuriozitet për ato që nuk kanë jetuar në atë kohë. Pse jo? Ndoshta edhe për brezin e ri. Të ishe pjesë e bllokut të udhëheqjes, duhet të kaloje një skaner të imtësishëm derisa të merrje aprovimin, por një histori që ka mbetur gjithmonë e mbyllur brenda murave të bllokut ka qenë fakti se aty ka jetuar dhe shërbyer për më shumë se 20 vite një shtetase nga Çekia, e quajtur Marie Sas. Asnjë fjalë nuk është thënë për Marien, por fakti interesante ka zbardhur shoferi Enver Hoxhës, i cili ka thënë: kur punoja në blok, kam njohur shtetasen çeke Maria, e cila ishte një grua e jashtëzakonshme dhe jetonte në shtëpinë e Mehmet Sheut. Ndryshe nga të gjitha shërbyeset e tjera, Mehmeti dhe gruaja e tij, Marin, e mbanin në tavolinë kur hanin vaktet e drekës apo të darkës. Maria ka shërbyer për 20 vite në shtëpinë e Mehmet Sheut. Kisha dëgjuar që deri në moshë kur fëmijët ishin të vegjël, ajo flinte në dhomë me ta, e më pas në dhomën e saj. Maria ishte një njeri shumë i besuar, madje edhe kur fëmijët e Enver Hoxhës shkonin te shtëpia e Mehmetit, ajo i ushqente dhe kujdese për ta. Besimi që kishte udhëheqja te Maria, përfshir edhe veten Enver Hoxhën, ishte 100%. Në blok thuhej se Maria nuk kishte familje dhe Mehmet Sheu ishte përpjekur shumë për t'i gjetur asaj familje në Çeki, por nuk mundi, dhe atëherë ai bëri një veprim tjetër. E regjistroi në familjen e tij Marien dhe ajo mori mbiemrin Shehu. Edhe gruaja e Mehmetit e konsideronte atë pjesë e familjes dhe shpesh ato dilnin së bashku për shëtitje ose shkonin bashkë në kinema.